Pas disa ditëve të ngarkuara me debate të ashpra, tensione të larta dhe momente as pak të këndshme, brenda Big Brother VIP Kosova situata ka marrë një kthes të papritur. Në shtëpi ka mbritur një zarf i zi duke rritur menjëherë dozën e kurreshtjes dhe ankthit, si te banorët ashtu edhe te publiku i gjerë që ndjek çdo lëvizje të tyre. Ardhja e këtij zarfi mund të lidhet me ngjarjet e fundit që kanë tronditur shtëpinë ku protagonist janë për Dolce dhe Alba Pollozhani. Pikpyetjet që po qarkullojnë kudo në rrjet janë të shumta. A do të ketë përjashtime të menjëhershme për shkak të thyerjes së rregullave kryesore të formatit, apo banorët do të përballen me një dënim automatik që do t'u rrezikojë qëndrimin? Zarfi i zi zakonisht paralajmëron vendime të rënda, por mbetet ende e paqartë nëse ai referohet konkretisht kësaj situate apo ndonjë tjetër që pritet të zbulohet gjatë spektaklit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.